Përshëndetje miq të Kurora TV. Sot gjendemi në një model pak më luksoz, model I cili I takon shekullit të 18. Jemi tek shtëpia e cila kjo shtëpi tani është një muze e cila I përket familjeve të pasura të shekullit 18. E për këtë muze do të na flas më mirë etnologu Fatoz Bimbashi. Përshëndetje për juve. Përshëndetje. Si po kaloni? Mirë këtu në ambientin e muzeut etnologjik. Ne kemi ardhur për me vizitu nga afër këtë muze etnologjik edhe shpresoj shumë që kemi nderin t'ju ndëgjojmë juve duke ciceruar brenda këtij muzeu. Po, domethënë këtu jemi në kompleksin e muzeut etnologjik. Ky kompleks përbëhet prej 4 shtëpive, kryesisht ndërtesa të shekullit 18. Ka qenë pronë private në familjet pasur. Në vitin 2006 është hapë si muze etnologjik edhe për ati viti operon si muze etnologjik. Këtu jemi në zonën e vjetër të qytetit Prishtinës. Ky muze gjithsejt I ka 4 shtëpi, kryesisht ndërtesat shekullit 18. Mirë, për momentin jemi të hapur vetëm me këtë objekte në shekullit 18, për arsye se objekti tjetër ende nuk është I hapur. Nga cili vit ky muzeu I shekullit 19 po ka vazhdu me u restauru? Po, në objektin shekullit 19 jemi në restaurim, ende, mirë po tash jemi në fazën finale vetëm të vendosjes së eksponateve, kështu që po shpresojmë që këtë vit mu hap gjithsesi. Po, kjo është shtëpia e parë e familjes së Minxhikut, tu ka jetu një familje e pasur, deri në vitin 1958 ka qenë pronë private familjes së Minxhikut, pastaj familja është shpërngul në atë kohë në Turqi, dhe për vitin 2006 funksionon si muze etnologjik. Shtëpia është shtëpi 300 vjet e vjetër, arkitektura ka influencë prej periudhës osmane. Kjo është zona vjetër e qytetit Prishtinës, prej këtu afër tregu, xhamia, sahat kulla, gjitha objekte arshëmisë kulturore 100 metra përreth. Mirë, po shumë shtëpi tilla regjimi serb I ka dëmtuar gjatë luftës së fundit të Kosovës, kështu që ka mbjetu vetëm ky kompleks. Shtëpia I ka 2 hyrje. Kjo është hyrja kryesore për në shtëpinë e zjarrit, oxhaku, kuzhina, gjatë ditës familje o kanë. Së është në hyrje tjetër në pjesën tjetër që kanë pas qasje musafir për me hyjë në odën e burra apo në odën e miqve. Po, akuzojna me dalë ka ajo pjesa tjetër pak me I provu se qysh kanë hongër. Po, mune lirisht. Në rregull. Ju lejojmë. Kjo është kandi ku e kemi improvizuar një kënd, kështu ka qenë mënyra e jetesës. Edhe këto I keni, a janë edhe këto që kanë shtu? Eksponate, gjitha që po isheni këtu, janë eksponate që I kemi mbledhur në terren. Në rregull. Janë eksponate që I kanë taku familjes, për arsye se në ato vite familja është kur u shpërngul me veti I ka. Do me thonë ka shumë ka evolu edhe jeta moderne. Po kështu ka qenë mënyra e jetesës, me shkama përreth, me një sini në mes, pjesa ku kanë servu ushqimin, se dhe këto pjatat dekorative dëmën që kanë qenë në... A më kështu lezet me hongër, bukën këtë poj mënyre, shumë lezet. Ambienti ka qenë kjo, një kant këtu ka qenë një pjesë ku I kanë la endë, si lavaman ka dëpërtu ujë, pjesën tjetër ka qenë magja bukës, pjesa ku rujt, mjeli, u gatu buka, se dhe poshtë ka qenë një pjesë, një podrum, një flanek, një pjesë ku I kanë rujt bilmetin, produktet e shumështë, që zhjetë për para, temperatura ka qenë dhe minus 8 gradë poshtë, ku e ka konservu. Me të vërtet pak e vështirë ka qenë për nonat shqiptare, se kushtet ju edhe ashtë mira për një... Karakteristikë në katin e dytë e kemi këtë sistemin qëndror të ngrojës, është një gjak në katin e dytë, ku I kanë fut drut, e kanë dhejt zjarin, edhe në pjesën tjetër në katin e dytë është ngro një dhomë e vogël këtu që ka dhoma e fëmijëve, si dhe pjesa tjetër oda e mezve apo oda e burrave. E veçme një gjak është... është ngro komplet kati i dytë, përmes një sistemi qëndror ngrojës. Tash e shohim ju tregoj çfarë funksionon ai sistem. Kështu po ta jep pak ndjenjën e luksit shtëpia, edhe pse 300 vjeçare. Po, shtëpi me arkitekturë Ty të regova thash me influencë periudhës osmane, thua që ka tu familja e Minxhikut, njëra ndër familjet më të pasura në Prishtinë, familje me ndikim në atë kohë, mirë po regjimi serb në vitet e 60-ta
ka qenë debimi shqiptarëve me dhunë prej Kosovës se këtë familja ka debu regjimi sër në Turqi, në farë forme ja u ka ble kompleksin familjarëve. Ja u ka disa të holla, i ka debu me dhunë, në farë forme nuk kanë trashëgimi, sa ta kanë shku në Turqi në atë kohë, dhe ma do me thonë në farë forme ka kalun kompetencat shtetit. Po, derisa po e shoh me kështu, ndoshta po më duken pak të modelit në Turqi, rrethonat, ndoshta arkitekti që ka qenë? Po, do me thonë, po, arkitektura, thash, është vlerë e trashëgimisë kulturore, mirë po nuk është arkitekturë tipike shqiptare, për arsye se kulla shqiptare konsiderohet se arkitekturë e pastër, mirë po është shtëpi tipike qytetare e shekullit 18. Domethënë kësi tipe shtëpia kemi si ndaj Ballkanit, domethënë Kosovë, Shqipërinë, Malzinë, domethënë Bosnjë, ku ka sundu për Androja Osmani, domethënë ka historitetin kësi tipe shtëpia kemi. Po. Veç ta theksojmë se këto lloj shtëpie kanë pas pak që kanë pas rrinat më mirë. Sigurisht, patjetër. A vazhdojmë? Po, vazhdojmë. Ky është sistemi qendror i ngrohjes, domethënë siç ju tregova, këtu i kanë fut drut, është i hapur 1 metër prej këtu i deri në odën e burrave. Po. Këtu i kanë fut drut, e kanë dhe zjarrin, edhe në pjesën tjetër është ngro oda e mesme apo oda e burrave. Tash e shohim t'rregoj çka do për tu. Po. Kjo është një dhomë e vogël, një pjesë përbërëse e kuzhinës. Gjatë ditës nana ka përgatitur ushqimin poshtë, ndërkëse si vend më i afërt ku kujdes për fëmijë ka qenë kjo dhoma e grave dhe fëmijës, zakonisht nana ka qenë e lidhur me fëmijë. Kështu si pjesë. Këtu e kemi një kand, domethënë beshika që ka qenë ndërsa dhe arka për stoli, arka për stoli këtu. Edhe për tesha, kjo është për tesha, kjo për stoli. Aja për stoli. Një kanë tuk i kanë lanë shtrojet mbulojat, nuk kjo dhoma e vogël e familjarëve, e familjes edhe oda e mesme, apo oda e burrave, kjo pjesa këtu. Ama, se ke shturcu. Po. Me cek kështu, pas ka ndodhur diskriminimi shumë mes grave dhe burrav, se po vrihet që dhoma e burrav ka qenë pak më e madhe. Po, gjithmonë ka qenë oda e burrave ka qenë si vend më i madh, po oda ka pas funksionin për me qenë si vend më i madh, për arsye se në farë forme ka qenë si një lloj institucioni në atë kohë, domethënë si një lloj kuvendi sot shumë thoj, sa domethënë ku i mbledh burrat kanë debatuar ndër çështje të rëndësishme, e kanë zgjedhur një problem që kanë pasur kështu me radhë. Kjo është një odë e burrave, një odë tipike qytetare. Domethënë zakonisht familjet e pastra i kanë pas kësi tipe të odave kështu. Po. E kjo veshja këtu? Këtu e kemi veshjen e Hasit. Hasi është një krahinë etnografike afër Prizrenit, domethënë secili region Kosovë ka identifikuar bazë të veshjeve të krahinave të ndryshme. Kjo është veshja e Hasit. Njëra prej veshjeve është këtu se edhe kemi veshjen me xhublet. Xhubleta është njëra ndër veshjet më të vjetra shqiptare. Veshja nuk e pas në Has shumë shpesh. Po, xhubletën e kemi ka shtrirje të gjanë, gjithandej, domethënë Kosovë, Shqipërinë, Malzinë, fshatat përreth malit zi, kryesisht në zona malore ka përshtat kushteve klimatike, është të bërë prej leshit deles, domethënë është një veshje që ka mbijetu kryesisht në zona të thella. Edhe këto lart and po vrehen. Domethënë dekorime të veshjeve dhe marrëhama disa pjesë që kanë qenë të dekoruara odat. Instrumenti muzikor quhet ud, instrument oriental, që ose në kulturat të popujve të tjerë, mirë ka pas shtrirje edhe të na kështu. Domethënë kjo që po vrehet këto është mënyra e jetesës si kanë jetuar në shekullin e 18. Po, mënyra e jetesës si ka jetuar në shekullin e 18, një familje tipike qytetare, domethënë kryesisht në zonat urbane, domethënë qytetit kështu. Karakteristikë është ky sistemi qendror i ngrohjes që ju tregova, që në korridor aty është dhe zjarri, ndërkaq që zjarri është dhezë, përmes gypave të qelçit, shihni këta gypat e qelçit, është liruar nxehtësia kur është ngrohur ky sistemi, edhe domethënë gypat e qelçit kanë qenë që kanë absorbuar nxehtësinë edhe në një kohë kanë liruar nxehtësinë këtë pjesën këtu dhe është ngrohur dhoma e grave, oda e burrave si dhe ky hamamxhik apo banjë për pastrim që kanë thonë përpara. Me pangall? Po. Ky është një Wow. Është hamamxhik, është banjë për pastrim, pjesa ku ju pastru, domethënë toaleti ka qenë jashtë, vetëm banjo ka qenë kjo pjesa këtu. Po karakteristikë kemi edhe këta dollapat funksional të vendosur në muri që kanë shërbuar për ruajtjen e shtrojo apo mbulojeve, domethënë zakonisht kështu kanë qenë këto pjesë ku i kanë lënë shtrojet dhe mbulojet. Me të pyet kështu edhe këta edhe qëta janë prej shekullit 18, po a jeni rregulluar gjatë restaurimit? Ka pas, është periudha kur është restauruar objekti, këto janë zakonisht të vendosura, të restauruara më vonë, mirë po... Mënyra është mirë po, dollapa funksional vendosur muri,
Edhe karakteristikë kemi edhe motivet në rrugëvendje që janë punë dore mjeshtërve shqiptarë, domethënë këto motivet janë gjithë të punuar me punë dore, motive florale, geometrike kështu me radhë. Zakonisht familjet e pastra i kanë pas të dekoruar në këtë formë. Këto dollapat kryesisht të punuar me Po. E kjo njëjtën kohë, kjo është dalja për musafir, po njëjtën kohë dhe hyrja për musafir. Po. Është, si që të regova, shtëpia i ka dy hyrje. Hyrja kryesore ishte hyrja ka hënë në fillim, dërka që kjo hyrje dytësore ka qenë vetëm për musafir, për me hyrë në odën e burra apo në odën e miqve. Po, prap diskriminime. Burrat me i direkt do burra. S'kesha me qujt ashtu, mirë po ka qenë si pjesë e ndame prej pjesës e familjes anej. Shtëpia është kjo që është këtu, i kemi këtu dy dhomat në katën e dytë, mirë po forma ekzistuse tanishme nuk është komplet që ka qenë shtëpia, për arsye se katën e dytë kanë qenë edhe 4 dhoma tjera në pjesën tjetër, për një farë forme nuk ka qenë gazërimi i dur, është rënu një pjesë, kështu që kam mbjetu vetëm kjo dhoma e grave se dhe oda e burrës, dhe kuzhina poshtë që e pam. Edhe 4 dhoma? Edhe 4 dhoma pjesën tjetër kanë qenë si pjesë e kësaj familje. Me vërtet rezidencë kështu, me thonë që 4 dhoma, 6 dhoma si shtëpi. Po, të më të familje e madhe, familje e pasur, fillimisht kanë jetu rreth 15 antarë të familjes e Minxhikut këtu, mësë ndaj familja kur u rritu zëru më shumë, është ndërtu shtëpia tjetër, që është shtëpia e shekullit 19, objektin pjesën tjetër, mirë po ati jemi në procesin e final të restaurimit, kështu që po presim më rihapë edhe objektit tjetër edhe ftojmë vizitorë që më ardhë me pa muzeun sa ma shumë. Po me të vërtet, pse jo mos mi vlerësu vlera tona, kishëm dosh me pa dhe jashtë hyrjen tjetër? Gjithsesi, kjo është tash hyrja për musafir, si dhe kjo është një tip i balkonit, është balkoni, është veranda, përshimorja, është qardaku, pjesa ku gjatë ditës familja ka pushu, si në lej balkoni. Një pjesë ku i kanë la durët edhe... Po besoj që verës këto e kanë ngrane dhe bokë. Po, si pjesë, dhe përdo ku e kanë shfrytzu verës. Po, me të vërtet edhe pomja, po do këtë shumë e mirë prej këto. Dhe përdo këj kompleks ka mbjetu prej shekullit e 18. Objektit e të regohat është që është në restaurim për prej së mëri hapë, kështu si dhere atëherë sa Armenia që vonot dhe në këtë vetë. Kemi me qenë, besë kemë derin me qenë pjesë marës hapjes. Po, gjëse si juftoj prapë me orë me po pjesën tjetër të muzeut. Faleminderit shumë prej uve. Shumë faleminderit. Kjo pra miq të dashur të Kurora TV ishte edhe shtëpia që i ka mbjetuar dhe luftës së fundit në Kosovë. Për më shumë kjo shtëpi i takon të një familje së pasur e cila jetonin këtu rreth 15 antar të familjes. Për më tepër kemi vizitore dhe të ndryshëm nga i gjithë vendi, po ashtu edhe nga Evropa, të cilët vinë dhe e vizitojnë këtë shtëpi. Por ju nëse doni që të shihni më shumë video të tilla ku ne vizitojmë shtëpi dhe vlerat shqiptare, mos harroni të na komentoni.